Mirë se vini në bota e horoskopit. Po vazhdojmë me shenjat e tjera të horoskopit. Vazhdojmë me Luanin. Më 22 qershor, je në gjendje shumë të mirë mendore dhe emocionale për të lidhur me njerëzit përreth teje Luan. Qoftë dikush që të kontaktoni pari apo që hedh hapin e parë, biseda do të rrjedhin natyrshëm dhe do të shkojnë më thellë se sa e kishe menduar. Kjo është pikërisht ajo që nevojitet tani. Ke nevojë për lidhje të sinqerta dhe për njerëz që të kuptojnë vërtet. Një bisedë e thjeshtë mund të sjellë ngrohtësi, qartësi dhe ndjenja afërsie që të ka munguar. Kam përshtypjen se deri në fund të së hënës do të ndihesh shumë më pak i vetmuar sesa në momentin kur zgjove në mëngjes. Hap zemrën ndaj komunikimit dhe lejoj të tjerët të të afrohen. Mund të surprizohesh sa shumë mbështetje ke rreth vetes. Virgjëresha. Ti ke prirje Virgjëresh, ta nënvlerësosh gjendjen tënde financiare, sepse mendja jote është gjithmonë e përqendruar te ajo që mund të shkojë keq. Por këtë të hënë, provo të ndalosh për një moment dhe të vlerësosh atë që po shkon mirë. Kur i sheh gjërat më me qartësi dhe analizon realisht burimet që ke në dispozicion, do të kuptosh se situata është shumë më e mirë se sa i ke thënë vetes. Por gjithmonë ka vend për përmirësim. Dhe ti je nga ata njerëz që gjithmonë kërkojnë të bëjnë më shumë e më mirë. Por kjo nuk do të thotë se je në një pozitë të keqe. Kjo e hënë të fton të zëvendësosh shqetësimin me minjojen dhe të njohësh për parimin që ke bërë deri tani. Kur e bën këtë, do të ndihesh më i sigurt, më i qetë dhe më optimist në hapat e ardhshëm. Faleminderit e mos harroni të na bëni like dhe subscribe. Peshorja. Hëna në shenjën tënde të bën të ndihesh përsëri vetvetja në një mënyrë që të ka munguar kohët e fundit. Më 22 qershor, do me thënë këtë të hënë, nuk ka shenja dyshimi apo pasigurie. HPR, thjesht po ndihesh rehat me atë që je dhe me mënyrën se si e shpreh veten. Kjo qetësi dhe ky vetbesim natyral nuk kalon pa u vënë re. Dikush tërhiqet nga ti pikërisht për shkak të kësaj energjie të lehtë dhe autentike. Nuk po përpiqesh të impresionosh askënd dhe pikërisht kjo të bën edhe më tërheqës. Kjo e hënë të kujton se çfarë ndodh kur ndalon se përpjekuri ti kënaqësh të gjithë. Kur je thjesht vetvetja, njerëzit e dur afrohen natyrshëm. Është një ndjenjë e bukur të kuptosh se nuk ke nevojë të lodhesh për të pëlqyer. Mjafton të jesh ti. Akrepi. Diçka që ke kohë që po përpiqesh ta bindesh veten se nuk të shqetëson, të rëndon pak më shumë se zakonisht këtë të hënë akrep. Mund të vazhdosh ta injorosh, por kjo nuk e ndryshon faktin që ajo ndjenjë është ende aty. Më 22 qershor është një ditë e mirë për të qenë i sinqert me veten. Nuk është e nevojshme t'ia thuash menjëherë askujt tjetër atë që ndjen. Mjafton ta pranosh brenda vetes. Ky është hapi i parë drejt qetësisë dhe çlirimit emocional. Sa po të ndalosh të shmanguri të vërtetën, do të vësh re se gjithçka fillon të bëhet më lehtë. Ndonjëherë, sfida më e madhe nuk është zgjidhja e problemit, por pranimi i ekzistencës së tij. Besoje intuitës tënde dhe lejoje veten të përballet me atë që ka nevojë për vëmendje. Parashikimi i shenjave të tjera të horoskopit po vijoj në videon tjetër. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.